që ky sistem zgjedhor që ne kemi sot, është sistemi më demokratik i mundshëm për vendin tonë? Dhe më i mirë i mundshëm? Jo. Partia Demokratike në këndvështrimin tim është bashkëfajtore që ne kemi këtë sistem sot. Sepse u propozua nga Partia Socialiste, që ne nuk do ishin sot aty për rinumrim, sepse u kërkua në 6 qarqet kryesore të vendit votim dhe numrim elektronik. Ishte Partia Demokratike e cila votoi kundër. Ishte Partia Demokratike e cila propozoi këtë ligj që kemi ne sot me listat mbyllura. Ne forcat e reja, bashkë me PSN, por ne forcat e reja kemi qenë listat hapura në 100%, nuk kam qenë personalisht në qargun e Fierit, edhe partitë të tjera, kemi qenë listat hapura. Drejtuesit e qarqeve, paktën në Fier, edhe nga Partia Demokratike, edhe nga Partia Socialiste, ishin rahat, sepse ata i kishin siguruar mandatin e tyre. Dhe këtu tani, jemi përballë faktit, ku në Fier tashmë diskutohet pra një mandat për forcën tonë politike. Pra ju e keni kërkuar rinumrimin në Fier. Me që mekanizëm e ndoni që ju a kanë marrë mandatin? Pra ku po i kërkoni votat e munguara në kutit e votimit? Ne kemi pamjet filmike të gjithë zezeve dhe kemi konstatuar raste kur kemi votat tona janë shpallur të pavlefshme ose e anasjellta. Por kjo është justifikuar nga KQZ-ja deri në këto momente dhe nga forcat politike si gabim njerëzor. Por në Fier ka një detaj shumë të vogël. Diferenca jonë për të marrë mandatin e parë dhe për të ikur i 12 i PS-s është rreth 500 vota. Në Fier do rinumërojnë 587 kuti. Mirë, diferenca mes jush dhe Zegjinet Çaushi është 500. Ka një korrigjim këtu, sepse zonja Zegjinet Çaushi do jetë deputete, sepse e ka nga kuota gjinore, por është kryetari Partisë Socialiste të Fierit, zoti Ramion Kurti, i cili mund të humbasi mandatin e deputetit. Pra, nëse ne marrim, e humbet kryetari... Ma do gjë pyetje, se duhet të pyetja, jeni ju viktima e dytë e Zegjinet Çaushit pas gazmentuar. Se bën dot njëra. Jo, ka një gjë, është fakt. Ma do gjë pyetje, Duleviç, doja të të pyetja, a jeni ju viktima në tojza, e dytë e Zegjinet Çaushit pas gazment bardhit? Jo, unë jam rahat në fakt, sepse nëse do i merja mandatin, do dilë dhe do thoshte emrin tim, mori mandatin, pak në merret me gazin të. Pak nga kjo jam i qetë. Ok, shpëtove nga Zegjineja, do nga një. Pra, fakt tjetër në Fier, në fakt Partia Demokratike mua vjen keq që është në këtë gjendje, pasi është në nivelin më të ullët historik në këto 35 vite. Pra, në 2021 ka marrë 65.000 vota, në zgjedhjet e 2025-s ka rreth 30.000 vota, gati për gjysmën. Ajo që mua më shqetëson, gjatë procesit... Në Fier janë përdorur gjithë drejtorët e pushtetit. Patjetër, të gjitha qëndrojnë këto. Të gjitha këto qëndrojnë. A janë shitur, tani lind pyetja, komisionerët apo numëruesit e Partisë Demokratike. Këtu është shqetësimi im. Sepse, dakor, Se ti pretendoje që ata të ta mbronin dhe votën tënde? Po absolutisht jo, sepse në momentin që Partia Demokratike nuk ka fare komisioner, aty është shumë e thjesht që votën time ta nxjerrin pavlefshme, janë 5600 vota dhe në emrin tim, ka X te Azmer Duleviç dhe tek një parti tjetër. Kush më garanton mua që këto vota në këto qendrat e votimit që ne shikojmë, që nuk ka pasur komisioner PD-ja, komisioner të cilët ta mbrojnë votën, nuk ka pasur vëzhgues. Mira, ata kanë mbrojtur votën e tyre, Duleviç. Pra ndaj duhet të ishim, unë e nisa nëse të kujtohem... Me sistemin, pra duhet të kishim dhe ju përfaqësuesin tuaj. Jo votim elektronik dhe numrim elektronik. Pse duhet unë tani t'i besoj Partisë Demokratike? Ne jemi forcë e re politike. Pra, unë humbas mandatin sepse... Pastaj, se doktori e ka bërë,